Një debat i fortë shpërtheu mes Rozana Radit dhe Gjesit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Dy që tashmë të pozicionuar si rival nuk kanë kursyer akuza ndaj njëri tjetrit. Gjesi është drejtuar Rozanës duke i thënë se do të nxjerrë informacione nga jashtë duke aluduar për një situatë nga e kaluara e saj. Ai pretendoi se në një format tjetër televiziv Rozana është përfshirë në përleshje fizike me gra të tjera për shkak të një të dashuri. A do informacione nga jashtë, ti e kapur për flokësh me frema për të dashur. Të gjithë e kanë parë, u shpreh ai duke sfiduar publikisht. Rozana, habitur nga këto akuza, kërkoi sqarime duke pyetur vazhdimisht, cili format. Megjithatë Gjesi vijoi sulme duke kritikuar përqendrimin e saj ndaj grave në shtëpi. Çka ke bërë e di gjithë bota dhe ti vjen këtu a jep shembull për femrat, edhe flet për Eglin, e gjykon Eglin. Ti nuk e dhën shembull të mirë, shtoi ai duke akuzuar për hipokrizi. Ky debat tensionoi sërish marrëdhënien mes tyre duke përshkallëzuar edhe më tej rivalitetin në shtëpinë të famshme në Shqipëri. Pak pas këtij debati, ka reaguar dhe Rovena Stefa, duke treguar kështu mbështetje ndaj Gjestit. Në profilin e saj në Instagram, ajo ripostoi një status në llogarinë e saj ku thuhej: Rozana ishte e para që përdor informacione nga jashtë, është një dhunuese e vërtet. Me sa duket Rovena Stefa është komplet në mbrojtje të Gjestit, kjo për shkak se vajza me të cilën është zënë Rozana është pikërisht Rovena Stefa.